Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, dërgojmë salavat e përshëndetje mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe krejt umetin e tij. Të nderuar besimtarë, të nderuar vëllezër të pranishëm, në minutat e kësaj hutbeje, inshallah taala do të flasim për vlerën e një dhurate të çmueshme, të pachmueshme, si doni të thënë. E një dhurate të madhe që i madhe Zot na ka dhënë ne. Një dhurate të madhe e cila është më njëherë pas besimit në Zotin e është një kala e fortë e qëndrueshme për mbrojtjen e njerëzit, e që ne duhet ta kemi parasysh, ta ruajmë, ta mbrojmë, po dhe ta mbajmë, e kjo është familja. Pse ja kushtojmë sot këtë hutbe, këto ditë familjes, nga se sot duke pa dinamikën e jetës, sot duke pa dhe vrullën e kësaj dinamike, zhvillimet e shpejta, ndodhit e shpejta, që përbën që ka një njeriu, subhanallah, si një krijesë e dot në në aspektin fizik, po shpesh herë dhe në aspektin mendor, intelektual, nuk i logjikon, nuk i mendon senet vetë, po hajtë se përbojnë shumica, po veprojnë shumica, e me këto gjeste dhe veprime për rrezikojnë edhe institucionet e familjes. Pra me familja sot, me këto zhvillime, edhe me këtë dinamik, edhe me këtë mentalitet, nëse po thonë tash në 21, tash po ecën përpara drejt globalizmit, e gjitha këto, edhe po vjen që familja po ballafaqohet me sfida të mëdha, që cilat tentojnë, besa po dhe tendenca, qëndëmshme, me dobësu rolin e familjes, do shta edhe me shpërbo familje krejt. Për atë arsye ne si besimtarë muslimanë kemi obligim për veti, po dhe se cili njëri tjetrin me ja kujtu rolin e familjes, vlerën e familjes, pozicionin që e ka dhe rëndësinë e mbajtjes së lidhjeve familjare, sidomos në këto kohë, në cilat po jetojmë, në cilat po kalojmë ne sot. Allahu Madhreshëm, fillimisht nisim nga njerëzimi, kur e krijoi njerëzimin me kananisën. Pra shoqërinë e filloi me Ademin dhe Havën, alayhima assalam. E filloi me familjen. Nuk e filloi me individualizëm, me individ, me një njeri, por e filloi me familjen, që tregon se familja është qeliza për thoma e shoqërisë. Pastaj me zhvillimin e tyre, u rrit numri i njerëzimit, pastaj u vlendën fe të ndryshme, civilizime, kultura, raca të ndryshme. Shumë interesant. Gjitha këto etapa historike që ka kaluar njerëzimi, gjitha deri sot familja e ka ruajtur rolin e vet. Familja e ka ruajtur pozitën e vet, ekzistencën e vet. Edhe na ka treguar se është një vlerë e lartë superiore që nuk ka asnjë e nuk bën rasat. Pavarësisht zhvillimeve të ndryshme, pavarësisht civilizimeve të ndryshme për të cilat ka kaluar njerëzimi, familja ka pasur rolin e vet vendimtar, të pazaventësueshëm. Sa dush rri ti në shkencë, dije, civilizim, familja është e pazaventësueshme. Prandaj ne duhet të kushtojmë kujdes edhe të kujdesemi për familjen. E ashtë për tepër kur i dashur i ynë Muhamedi alayhis salatu wassalam na thot shumë qartë, çfarë do të më komo i mirë. Wallahu po na shkencëtarë su martova kur kemi plot edhe raste të tilla. Wallahu po na pasurinë edhe su martova kur, ose nuk është kujdesi, ka ana shetur. Çka vritet me ta? A nuk na tha pejgamberi alayhis salatu wassalam khairukum khairun nas? Khairukum kush është më i miri për juve? Khairukum li ahlihi. Më i miri për këtë juve është ai që është më i miri për familjen e vet. Nuk tha ai që ka pasuri më të shumtë, ai që ka pozitë pushtet më të shumtë, ai që ka grada shkencore, si thotë, ato kanë vlerën e vet, ato kanë veten e vet, po familjen sa zaman të përgjithë. Qo për moshën, qo për femër. Familjen është diçka e pa konkurrencë. Pra dhe ai cili do me konë më i mirë, do të me konë më i mirë në familjen e. Pra ky islam neve na flet o vllazni, ta ka folë për nanën, na flet për babën, na flet për vllajën, për
familjen e gjallë. Që do të thënë, roli kësaj familje është i pazëvendësueshëm, mos e lëni anash. Lëni studimet e ndryshme, janë studimet, jo puna, krejt aty në rregull punohen thesa, po gjithë që gjeje kohë për familjen. Lidhjet familjare nuk guxon me shku. Nuk është arsye tim me shkut lidhjet familjare se me i dobësu, ose me i largu, ose me zhduk familjen në emrin e tyre se sot jena shekullin 21, është një frimë e re, bla çapo diun. Thash, kemi pasur lloj civilizimesh, po asnjëherë s'ka ra roli familjes. Edhe nuk ka, edhe nuk bën me ra. Sepse jemi njerëz, edhe si shoqëni për me qëndruar në shoqëni e shëndosh, do të më familja e shëndosh. Prandaj familja është streha ku njeriu e gjon kushtimin, përkrahjen, dashurinë, ngrohtësinë. Çdo problem që ka është në familje. Familja është ku aty fëmia mas pare. Na po thola që e në shkolla së dush, po fëmia hapat e parë, besimit të moralit të kulturës i mëson shpejt. Shpejt, o vllazni. Në shkollë mësojnë arsimim, edukimin e marrën në shtëpia ku në frymën në ambientin familjar. Sa isha në kryetari shqiptit prindve të shkollë, më thonë edhe prindve. Moni më anku për fëmijët e juaj, nëse nuk din matematikë mirë, gjeografi, biologji që mëson mësuesi në shkollë, arsimtar në shkollë, për edukatin keni fajin jo. Pse fëmia shon, pse fëmia sillet keq, ai pason ty. Prandaj ti kujdes që shpe çaf fëmijën në shkollë. Mos u kujdes veç me një portesha të pastërta, kpuca, çantën e mirë dhe me qit sa më mirë në sy të tjerëve. Kujdesu me edukatin qysh për pasionon që e fëmijë ty, qysh për prezenton ty, pra në familje i me fëmija këto sene. Pra besimin, moralin, kulturën, sjelljen, edukatin, krejnë familje i me. Pra të duhet me pas, edhe Ibn Xhauziya, një dietar i madh, s'ta thotë, nëse Adami e doni ndryshimin e shoqënisë, nëse pe ndryshimin familje tonë. Që do të thotë, ne kemi përmendur në gjëra të mëdha, njeriu kur dën nga bën ndryshimin, edhe dëshiron ndryshimin, të fillon nga ndryshimi nga vetë. Më ndryshu vetë, mos më kërku pe ati, ndrysho ti, jo, ndrysho ti më sfarë. Ndryshon familje, merr masa në familje, që me rrugë familje, tani mund ky ndryshimi ka me reflektu edhe tek të tjerë. Prandaj vllazët e nderuar, kemi kujdes shumë rolin e familjes. Në Islam na përmendet shumë roli i prindit si prind. Prandaj Allahu na ka thënë Kur'ani, "Ja ledina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju që besoni rolin e vetën e ju normal edhe vetën, edhe familjen ju gazdonë në xhenem me njerëzit të dëbuar. Po ruje vetën edhe familjen. Çka ta që do, ti si krye familjar, ti si prind, do të kujdes shumë më tepër në aspektin edukativ të sjelljes, se sa më në ushqim edhe në zhvatje. Që na mishojnë në këtë kontra. Po ashtu dhe rolin e fëmijëve ndaj prindërve. Allah na thënë të Kur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Zoti ka urdhëruar që mos më adhuroni askush tjetër përveç Allahut, e më njëherë mas ti ka urdhëruar për prind mos sjell mirë. Mo kujdes për prindin. Domthon, e ka bërë lidhje të forta, e ka bërë pjesë të besimit, e ka bërë pjesë të imanit. Nuk mundesh të kërkon besimtar, që ta nga atje e ke imanin e ta, ju po s'ki iman hiç këtë rast. E hub krejt. Pa duhet jemi kujdes. Sot, po jetojnë në kohën moderne, është shpreh, pse po e cekim tonë, individualizmi, që e famë pak edhe ma herët në gjëgjaratën para gjumos. Nuk interesuar ndoshta as për familje tjera, po ndoshta as për familje tona ka njerë. E krijojnë një lloj jete egoiste, veç vetë. Ndoshta edhe brenda familjes është individualist. Kjo na dëmton shumë. Materializmi, interesi material. Kur fillon me qyr antari i familjes një tjetër, burri gruaja burrin, priti fëmia pritën në sëllë, motrën në një tjetër, veç në aspektin material si një objekt që sjell përfitime materiale, ta është katastrofë. E pra, individualizmi, materializmi, mungesa komunikimit, mungesa bisedës, mungesa vizitës, mungesa bashkëpunimit, gjithë ato që po e zbejnë rolin e familjes, po e zbejnë edhe rolin edhe qëndrimit si shoqëni. Shoqënia e shëndetshme, shoqënia e fortë, shoqëri përparimtare, avancume, e zhvillume, nuk mundet ndryshe më u bë përveç se në familje të forta.
Moralisht, familje të forta, të edukura, të arsimura, të shkollora, të përgatitura, të lidhur njëra me tjetrën. Tuelis antarët e familjes me konë të lidhë njëra me tjetrin, tani edhe familje njëra me tjetrin që po lidhë si duhet edhe me e majtë. Prandaj kemi shumë kujdes ndaj këto. Familja shëndosh, shoqëria shëndosh, shoqëria shëndosh, atëherë dhe shteti është i shëndosh, dhe shteti është i fortë, dhe shteti është domthonë përparimtar, ashtu siç kemi qenë. Pra, le të marrim këtë hutbë, këtë ligjërat si shkas. Shkaqet po vlen, po si shkas se na fillojnë të mendojnë, ta rimendojnë vlerën e familjes, rolin e familjes, kujdesin ndaj familjes, edhe të mundohemi të forcojmë lidhjet familjare, ta edukojmë familjen, ta rritim familjen, frymën e shëndosh, frymën e afërisë, frymën e dashurisë, frymën e bashkimit njëri me tjetrin, se me to po lidhem edhe me Zotin, se Zoti po na që kemi kujdes ndaj familjeve tona. Prandaj e lutim Zotin e Madh që Zoti na jap dashuri për të udhëhequr familjet tona drejt asaj që është e mirë edhe e drejtë, për drejt besimit në Zotin një, për drejt besimit pejgamberin e dashur, që është pejgamberi yni, e na ndihmo që edhe na kushton prind me komprind i mirë dhe po kushton, po edhe ata që janë fëmijë me fëmijë të edukuar, fëmijë të kujdesshëm edhe ndaj familjes së tyre, së prindërve, edhe të dobishëm për shoqërinë dhe atë dhe shtetin ku jetojmë edhe punojmë gjithmonë. Prandaj o Zot, lutem të modën Allah që ai ta ndroj familjen tona, ta ndroj shoqërinë tonë, ta ndroj popullin tonë, ta ndroj dhe tonë nga çdo e keqe edhe nga çdo domosdoshmë synim i armëshve tonë.